Në kopshtet e çerdhe që janë në jurisdiksionin e Bashkisë Gjirokastër vijon procesi i regjistrimit për vogëlushët që do t'i frekuentojnë për herë të parato në vitin e ri mësimor 2025-2026. Si kriter kryesor ku do të fokusohet ky proces, drejtori i Drejtorisë së Arsimit në këtë bashki Ylli Muho nënvizon respektimin e gjeografisë nga vijnë fëmijët. Dashur pa dashur, ne vetë jemi bërë pjesë e kësaj shpërbërje dhe njësitë administrative apo kopshtet periferike në qytetin e Gjirokastës janë varfëruar nga numri i nxënësve, pasi tendenca prindërore por e të gjithëve është që të fokusohen tek 2-3 kopshtet që po ta them po i quajnë me emër në qytetin e Gjirokastës. Të gjitha kopshtet ne jemi përpjekur me infrastrukturën që po ndërhyjmë, me cilësinë e edukatorëve, me cilësinë e drejtuesve, të gjitha kopshtet janë njësoj. Si në Manalat, si në Dunavat, si në 18 Shtatori, si në Lazarat, si në Cepo, si në Lunxheri, për të mos përmendur pastaj edhe çerdhet që i kemi të brenda standardeve, qoftë të Manalatit, por edhe çerdhen Cicerima në 18 Shtatori. Pra, respektimi i gjeografisë nga vinë fëmijët. Nuk ka të drejtë një nxënës, një fëmijë nga Cepo, po them të regjistrohet në lagjen 18 Shtatori. Gjithçka është e siguruar në kopshtet e kësaj njësie administrative, siç janë siguruar edhe në njësinë administrative Lazarat, apo në njësinë administrative Lunxheri, apo në njësinë administrative Antigone. Për të kryer regjistrimin e fëmijës, prindi duhet të paraqitet në zyrat e Drejtorisë së Arsimit edhe me dokumentacionin e kërkuar. Ky proces përfundon në 30 qershor. Zyra pranë Drejtorisë së Arsimit Bashkisë Gjirokastër qëndron e hapur në gjithë limitet e kohës. Aty do të bëhet dhe pagesa fillestare që bën për çdo regjistrim prindi. Kriteret e tjera pasaj janë lehtësisht të bëshme dhe brenda në harkun e 2-3 orëve prindi mund të përfundoj punë me regjistrimin e fëmijës së vet. Kur flasim për kritere, kam parasysh këtu certifikatën shëndetësore, vaksinat e fëmijëve, analizën e feqes nëse është për në çerdhe, adresën prej nga vjen që është kriter shumë i rëndësishëm, pastaj shmangen nga pagesat, ka një paketë të gjerë atë personat që shmangen nga pagesat, siç janë punonjësit të rënë në krye të detyrës, punonjësit me ndihmë ekonomike, punonjës me prindër të sëmur, punonjës të cilët kanë probleme theksuare ekonomike e përmendura, pra ka një sër kriteresh që përjashtohen nga pagesa për fëmijën e tyre. Gjatë këtij viti mësimor, kopshtet në Bashkinë Gjirokastër u frekuentuan nga 690 fëmijë, 130 prej të cilëve i dhanë lam të mirën për t'ju drejtuar bankave të shkollës.